Faleminderit të nderuar kryetare, nuk e kisha ndërmend të marr fjalën, mirë po deklarata e fundit e deputetit Ismaili më bëri, sepse këtu gjatë tërë ditës u fol për akuza e për shpifje, për korrupsion e për hajnie, për gjitha këto, se si po ipen tender, e po ndërhyet në tender, e se si Nagip Krasniqi pas ka akt akuz, ku në fakt, nëse shohim, akt akuza Nagipit është pikrisht për këto pra, që gjoja ka ndërhy në procedurat të tenderit, ndërka tash aktualisht sa po e dëgjuam të gjithë, on the record, ish ministrin e shëndetësisë, tani deputeti Nuran Ismaili që tha, unë kam ndërhy në tender edhe kam dhona apo kam nalë tendera. Do thonë, këto e ndëgjum vetë është në proces verbal, është i incizuar. Do më thonë, të njëjtë sistem të drejtësisë, pra, për dikë që e pranon ndërhyrje në tender, as një akt akuz, as një hetim nuk është bokur, ndërka për Nagipin që sa vjetë pra merren me të. Është i njëjti sistemi drejtësisë, që kur policia dhe dogona i zojnë 3 persona të i transportu 1 milion euro cash, i liran. Është i njëjti sistemi i drejtësisë që i liran për gjendësit për rastin e 32 milionshit këtu të Lakrishtja, edhe thët duhet hidhet poshtë akt akuza se s'ka dëm ndaj kompanisë, pra ndërmarrjes publike banesore apo komunës Prishtinës, dhe pas disa muajve e njëjti sistemi i drejtësisë quhet edhe thët, pra që i ka liru pe akt akuzës ata, se kanë thonë s'kan bo gabim, se s'ka dëm të buxhetit komunës apo të buxhetit të ndërmarrjes publike, i njëjti sistemi i drejtësisë quhet tash thot dëmi 32 milion euro dhe duhet ndërmarrja publike banesore m'ia dhon 32 milion euro. Që kjo është mënyra çu menaxhohen ndërmarrjet publike, që aty ku ju keni pushtet. Do që aty ku ju keni pushtet, çështo është çu menaxhohen ndërmarrjet publike. Prishtina parking anën tjetër e di që kanë met pa rroga apo greva janë, po i kërkojnë subvencion komunës Prishtinës, domethënë që aty ku keni mujt, edhe ku hala keni pushtet, kompanitë publike janë në falimentim. Pra ky është rasti më konkret ilustrues se si menaxhon ju për të njëjtën kohë edhe se si po funksionon sistemi i drejtësisë në Kosovë. Pra veprat penale dhe ato krime që janë bë, realisht në shumicën e rasteve lihen të lirë, pas një therë në kom, si që kishim rastin pra e përmenda. Janë zonë me 1 milion euro cash në çantë, i kanë liru, ka thonë s'ka dëshmi, ta është vesh mi rrugë dëshmia shuplaka ftyrës, se 1 milion euro cash janë zonë, edhe sistemi drejtësisë i liron. Pra u përmen këtu edhe çështja e kontratave të dëmshme në energjinë elektrike. Asnjëherë nuk u dëshmu, apo nuk u vërtetu që qeveria ka bo diçka tillë, se qeveria nuk merret me kontrata. As Keku nuk është marrë me kontrata, është Kesko dhe Kedsi që blejnë energji elektrike. E Kesko në dhe Kedsin e keni... Faleminderit nderuar kryetare. Pra u përmenden edhe kontratat. As njëherë qeveria as nuk blen, as nuk shet energji elektrike. Deputeti Ismaili u mundua me aludu që gjëja ka favorizime. Kush po i bën favorizimet me ato kompani? Qeveria nuk blen, nuk shet energji elektrike. Blen, shet energji elektrike, Kesko Kedsi, të cilin ju e keni privatizu. Pra, hajde të regëm kush po bëj ka favorizime. Sa i përket kontratave të dëmshme, më lejoni t'ju rikujtoj në Iber Lepens, kush ka qenë kryeshef, kur është nënshkru kontrata me Fuente Dynamics, për me shit energjin elektrike 38 euro megavati, kur Kosova e blente 300 euro megavati në treg ndërkombëtar. Kush e ka nënshkruat kontratë? Edhe çush o punësu qaj person? Hajde, tregoni kush është qaj person që o punësu aty, çush është punësu? Ja juve pjopës, se në pushtetin e ju është bo kjo, jo, para kësaj ministrë është bo, ju kur keni qenë. Ja, a pesheni, kështu që mës t'hym këto tema, se për çdo shpifje t'juj kemi faktet tona. Për çdo shpifje t'juj që e bëni, ne i kemi faktet për këtë temë. Kështu që nuk ju konvenon me ju këtë temë, unë po e kuptoj që ju keni vendos me sabotu këtë shtet, sepse nuk po e pranoni rezultatin e zgjedhjeve, edhe po dëshironi me çu vendin zgjedhje. Kjo seancë e thirrur sot është dëshmia më e mirë. Në vend që të kishim seancë për tentu për ta zgjedh presidentin dhe për t'i evitu zgjedhjet, ne sot kemi seancë të thirrur nga opozita me qëllim të fushatës zgjedhore, kur i kemi edhe një javë pra mundësi për me evitu zgjedhjet. Faleminderit.